Prej 24 orësh territori i qarkut Shkodër është përfshirë nga një ulje ndjeshme e temperaturave, por edhe dëbora e parë e vjeshtës në male, nga komunikimi me strukturat vendore të emergjencave civile për situatën. Sipas prefekturës së qarkut të Shkodrës, bëhet me dije se këtë të premte në të gjithë territorin e qarkut Shkodër ka patur rënje të ndjeshme të temperaturave. Në qafthore dhe qafmalit të fusharësit kanë filluar rreshjet e para të dëborës, por këto dy zona trashësia e dëborës arrin në 2 cm. Në bashkitë Shkodër, Malësi e Madhe, Vaudez, Puk dhe Fusharës, deri në këtë moment nuk raporton problematika nga strukturat përgjegjëse. Aksi i qafthore thellë është pastruar dhe kriposur mëngjesin e kësaj të premte. Furnizimi me energji elektrike dhe ujë të pishëm po vjon normalisht. Kalueshmëria rrugëve në të gjithë territorin e qarkut është e plotë dhe pa pengesa. Gjendja paraqitet e çelë në monitorim të vazhdueshëm nga strukturat përgjegjëse të emergjencave civile dhe të njësive vendore. Megjithatë, drejtuesit e automjeteve këshillojnë që të bëjnë kujdes në terrenet malore.